Përshëndetje, në vijim të misionit për shërbimin ndaj fermerit shqiptar, jemi sot këtu tek njësia administrative Prez e Bashkisë Vorë, lidhur me trajtimin e disa problematikave të kultivimit të një kulture të veçantë që është kungulli i dimrit. Kemi folur gjëre gjatë për kungullin e gjellës apo kungullin e njom, por pasuria e kësaj familje është kaq e madhe sa që kemi pikërisht edhe këtë kungullin e dimrit, i cili ka vlera të veçanta dhe prandaj trajtohet dhe veçmas me kungullin tjetër. Është një kulturë që është i përhapur në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, për arsye sepse lejon përveç mbjelljes në blok, pra siç është këtu sot i mbjellur me këtë parcel, po mund mbjellet në brigjet e kanaleve, në mezhda, duke shfrytzuar ambiente nga më ndryshme dhe prandaj ka dhe shumë vlerë sepse duke u kultivuar domethënë edhe në terrene jo shumë të shfrytzueshme, fermeri nxjerr të ardhurat të kënaqshme edhe në këto terrene, domethënë përveç se si i mbjell në këtë sipërfaqe siç e shikojmë sot këtu. Ky ka një diapazon të vjeljes nga fillim vjeshta e deri në fund verë, fillim vjesht dhe deri në momentin e fillimit të ngricave apo të brëmrave. Dhe prodhimi është goxha, domethënë i kënaqshëm dhe natyrisht edhe të ardhurat. Ky ka një përdorim të gjithanshëm në gatimin qoftë në kuzhinën familjare apo dhe në restorante lokale të ndryshme. Pjesa e shfrytzueshme e tij është tuli, është një frut si që shikohet këtu. Pjesa e ngrënshme është tuli, i cili ka vlerat jashtëzakonshme ushqyese, ka përbërje antioksidantesh, përgjegjëse për luftimin e qelizave kanceroze. Farat e kungullit janë shumë të rëndësishme sepse përmbajnë acide yndyrore, të cilat janë përgjegjëse për luftimin edhe rritjen e imunitetit të organizmit të njeriut. Ka omega 3 që ndikon jashtëzakonisht shumë edhe në luftimin e kolesterolit të keq dhe gjithashtu edhe në mbajtjen në norma dhe të përqindjes së sheqerit në gjak tek organizmi i njeriut. Pra ka vlera të gjithanshme, qoftë ushqimore edhe kurative. Për këtë themi dhe e reklamojmë dhe i themi fermerit dhe i bëjmë thirrje fermerit shqiptar në të gjithë Republikën e Shqipërisë që ta mbjelli dhe do ketë fitime të garantuara. Çfarë duhet theksoj në lidhje me teknologjinë e kultivimit të kësaj kulture perimore, pra e familjes së cucurbitaceae? Çfarë duhet që mos mbillet për 3-4 vjet pas zetës dhe kulturave të tjera si pjepri, shalqiri, kastraveci, sepse bëhet shkak për infeksione më të mëdha të sëmundjeve kërpudhore apo dhe të dëmtuesve. Kërkon toka mesatare, të thella dhe të pasura në lëndë organike. Kjo tokë ku jemi sot këtu i përmbush më së miri këto parametra. Për të qenë korrekt realisht, fermeri duhet që marrë masa më shumë lidhur me disa nga shërbimet si kontrolli i mirë i largimit të barave të këqija, prashitja, cilat me sa duket në mungesë të fuqive punëtore është bërë problemi i madh, domethënë në kryen e shërbimeve në kohën e duhur dhe kulturave. Gjatë vegetacionit pra kërkon ndërhyrje duke prashitur, me prashitjen ndërkohë edhe bëjmë klerim plotësues, ndërkohë që me mbjelljen me përgatitjen e tokës kemi përdorur plehun organik, kemi përdorur erë potasik dhe fosfatik dhe 1/3 e pleut azotik. Ndërkohë që pjesën tjetër 2/3 e pleut azotik e hedhim gjatë prashitjeve për ushqim suplementar. Në të gjitha rastet rekomandojmë vazhdimisht që mirë është që të kryen analizat tokës për të bërë më mirë përcaktimin e nevojave reale
dhe që bimët realisht marrin ushqimin e duhur dhe të jenë me vegetacionin e duhur dhe me prodhimin e duhur, duke mos tepruar dhe natyrisht dhe duke mos lënë pa ushqyer bimin. Diçka specifike që duhet të theksoj për kungullin e dimrit është që ky e pëlqen shumë këputjen e majës, ndërhyrjen duke këput majën. Bile rekomandohet që këputja e majës të bëhet edhe në fazën e përgatitjes fidanit. Dalja në fush përkon me fazën e 2 deri në 4 gjedheve të vërteta dhe ne themi që edhe në këtë moment mund ta këpusim majën për arsye sepse rrit shumë frutëzimin e kungullit. Pastaj këpusim majën, siç po themi, majën kryesore, ndërkohë që rekomandohet që pas 2 gjedheve të këputen dhe maja e lasarve të rendit parë. Kjo do bëj të mundur shtimin e frutave, ruajtjen e parametrave të varietetit dhe të cilësisë së mirë dhe pamjes për treg. Është shumë operacion mjaft i domosdoshëm. Lulet mashkullore dhe femërore janë treguesit e një balancimi të prodhimit të kungullit. Mbjellja që përkon me periudhë të ditës gjatë dhe temperaturë të larta nxit shumë prodhimin e luleve mashkullore. Ndërsa në ditët më të freskëta dhe më pak të gjata nxit më shumë krijimin e luleve femërore. Dhe këtë duhet ta ketë parasysh fermeri në mënyrë që të përkojë periudha që të jemi në një farë balance. Dhe këtu ndikon te cilësia dhe te sasia e prodhimit. Pastaj, siç po themi, shërbimet, ujitjen e ka si kërkesë më të madhe në krahasim me bimet e tjera të njëjtës familje, sepse sipërfaqja gjethore e kësaj kulture është më e madhe, evapotranspirimi është shumë më i madh dhe prandaj do duhet gjithmonë i vëmendshëm fermeri që ta mbajë në një kapacitet 70%, 75% të kapacitetit ujmbajtjes. Duke qenë një kulturë me sipërfaqe gjethore të madhe, kungulli në përgjithësi dhe kungulli i dimrit në veçanti kërkon më shumë ujitje në krahasim me kulturat e tjera të njëjtës familje, sepse ka avullim dhe evapotranspirim më të madh në krahasim me kulturat e tjera për arsye të kësaj sipërfaqe të madhe të gjethave. Dhe fermeri duhet të jetë shumë i vëmendshëm në mos krijimin e thatësirës dhe mos lagështirës në tokë, ashtu si dhe me tepri natyrisht që nuk rekomandohet. Në të dyja rastet është kompromentim i prodhimit të arqëm. Tjetër gjë që duhet ketë në parasysh fermeri, në vëmendje në gjatë gjithë vegetacionit, është kontrolli i sëmundjeve dhe i dëmtuesve. Disa nga sëmundjet kryesore që shoqërojnë këtë kulturë, po si edhe kulturët e tjera të njëjtës familje janë tracheofusarioza, drugu i kungullit, hiri dhe nga dëmtuesit më dëmtuesit janë afidet. Në rastet e nevojës për përdorim të preparateve kimike, sëmundja kërpullore e tracheofusariozës dhe brugut kontrollohet mirë nëpërmjet trajtimeve me preparat me bazë bakri. Ndërsa sëmundja e hirit do duhet që të përdoret preparate me bazë qufuri. Dhe nuk do duhet të heqë vëmendjen fermerin nga praktika e mirë bujqësore. Mbjellja me distanca të caktuara që është 1.5 deri në 2 metra larg njëri me tjetrën. Krijimi i aerosjes, largimi i barrave të qija, duke krijuar një mundësi dhe predispozit që të mos përdoret ose të përdoret sa më pak preparat kimik pra për trajtimin e tyre. Vjelja thamë që fillon nga fund vera dhe fillimi i vjeshtës deri në duhet përfundoj deri në rënien e ngrisave. Ka një veçori shumë pozitive që frutët e kungullit të dimrit jetojnë për një kohë më të gjatë dhe në kushte magazinimi me lagështirë ajrore, domethënë 85% dhe me temperatura domethënë të pranueshme deri në 5-6 gradë. Rritja e kohës së qëndrimit në magazin është shumë e madhe dhe shkon për disa muaj domethënë. Kështu që edhe kjo është një veçori tjetër pozitive ku fermeri krijon mundësinë e fitimit të të ardhurave në periudhë më të gjatë kohore. Unë i uroj fermerit shumë sukses dhe
në vijim punë të mbara dhe faleminderit që më dëgjuat.